إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول جل وعلا في محكم التنزيل إن أول بيت وضع للناس للتي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut I lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila është pasojë e veteve dhe e veprave tona, cilin do që I madhi Zot e udhëzon, e çel syt e zemrës dhe të ballit për të pranuar Islamin, nuk ka kush e humb dhe devijon, dhe cili do që zgjedh për veten e tij humbjen dhe verbërinë, nuk mund të çelë syt dhe nuk mund ta udhëzojë askush përveç Zotit. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtetë që meriton të jetë Zot e të adhurohet si Zot e të njihet si Zot përveç Allahut. Ai është një I vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njeri dhe ishte I dërguar I Zotit dhe ishte vula e profecisë në tokë, që do të thotë profecia e tij do të vlej deri në ditën e Kiametit dhe nuk ka nevojë për pejgamber dhe për profet tjetër. Misioni I tij përmbledhet në vargun kuranor wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të sollëm o Muhammed në këtë botë vetëm se për të qenë mëshirim I mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, muslimanët në këtë kohë sapo janë kthyer nga një adhurim që konsiderohet shtylla e pestë e Islamit. Një adhurim që e kanë bërë të gjithë pejgamberët e Zotit përveç Isait alayhi salatu wassalam, për cilin pejgamberi alayhi salam ka thënë: tani sikur ma shfaqi Zoti para syve të mi vëllain tim Isain alayhi salam, pra Isain, pejgamberin e Zotit, I veshur me ihram, I cili thonte lebejk Allahumma lebejk. Një adhurim që kuptohet prej kësaj se në shtyllat e Islamit e kanë pas të gjithë pejgamberët e Zotit dhe e kanë zbatuar të gjithë pejgamberët e Zotit, ndërkohë që njëri prej tyre akoma nuk ka vdekur, është gjallë, do të kthehet në tokë, do të jetojë për të plotësuar 40 vite, e në këtë kohë ai do të bëjë dhe haxhin dhe pastaj do të vdesi si të gjithë pejgamberët e Zotit, e Allahu këtë e tha në Kur'an: "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum." As nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë kryqëzuar, thjesht dikush ka marrë pamjen dhe paraqitjen e tij, siç e përmend këtë gjë Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an. Shtëpia e parë e ndërtuar mbi tokë, ndërtesa e parë e vënë mbi tokë, është ajo e Bekkas. Një nga emrat e Mekës është Bekka.
Zoti e bëri atë udhëzim dhe orientim për gjithë botën, në të Zoti ka lënë mrekullitë e tij. Cili do që futet në xhamin e Qabes është i sigurt dhe i qetë. Prandaj dhe Zoti e bëri obligim haxhin për çdo njeri që ka mundësinë. E kush mohon dhe refuzon, Allahu nuk ka nevojë për askënd dhe për asgjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i nxitur besimtarët që të mos neglizhojnë adhurimin e haxhit, tha: cili do besimtar dhe besimtare që e bën haxhin e suksesshëm, kthehet nga haxhi i tij si dita që e ka lindur nëna e tij. Për këtë arsye mendova të meditojmë pak në këtë hutbe në mësimet dhe urtësitë më të mëdha që mbart haxhi me vete, përveç faktit që ata që bëjnë haxhin dhe umrën janë mysafirë të Zotit, përveç faktit që haxhive ju falen gjunahet, përveç faktit se njerëzit atje përjetojnë gjëra që nuk i përjeton dhe nuk mund t'i thuash vetëm se ti përjetosh, ka dhe disa mësime tjera të rëndësishme dhe urtësi që është mirë t'i përmendim. Gjëja e parë dhe më e rëndësishme që ka haxhi në mësimet e veta është se është një adhurim i cili ka një synim të rëndësishëm, njësimin e të madhit Zot. Qysh kur fillon haxhi dhe deri në momentin e fundit që mbyllet haxhi, në të gjitha detajet e haxhit ke njësimin e Zotit. Adhurimin e Zotit njët vetëm. Se përndryshe, do të shembej haxhi, do të shembej Islami dhe s'do të kishte kuptim asgjë. Për këtë arsye, kur futet njeriu në haxh, çfarë thot? La sharika lek. Ti je i vetëm, o Allah, nuk mund të kesh, s'ke ortak. Dhe kështu vazhdon besimtari duke thënë këtë gjën, pra këtë formulën, derisa të futet në tawaf. Kur futet në tawaf, Allahu është më i madhi dhe vazhdon, derisa të mbarojë tawafin. Kur ngjitet në Safa, prap la ilaha illallahu wahd, njësimi i Zotit, Allahu Ekber. Deri në momentin e fundit që mbyllet adhurimi i haxhit, besimtari njëson Allahun xhalla xhelaluhu. Që do të thotë, njeriu mund të ketë gabime, njeriu mund të ketë gjunahe, dhe s'ka njeri që shpëton nga gjunahet dhe mëkatet. Mirë, po është diçka që është e pafalshme. Është diçka që njeriu nuk do t'ja tolerojë kurrë vetes tij, që është shirku dhe idhujtaria. Prandaj, mos prano të jepen diktime, besytni dhe gjëra që faktikisht nuk kanë lidhje me besimin në Zot dhe ti i merr si të mirëqena se i thonë të gjithë, po i besojnë të gjithë. Besimi në Zot, një të vetëm është toleranca, aty s'ka. Sepse është gjëja që të fut në xhenet ose të përjashton nga xheneti. Të çon në xhehenem ose shpëton prej xhehenemit. Dhe çdo detaj i haxhit ngulit tek besimtari dhe tek besimtarja këtë fakt. Me shirkun mos luj. Njësimin e Zotit mbahet pastër. Pastaj njeriu, simbas imanit dhe besimit tij, simbas pjekurisë që kanë besim, dikush më shumë, dikush më pak, dikush gabon, dikush pendohet e kështu me radhë. Mësimi i dytë i rëndësishëm që na jep haxhi është se lidhja e muslimanëve me Ibrahimin alayhis salam nuk është një lidhje teorike, një lidhje fjalësh, por është një lidhje veprore. Pra ne jemi të lidhur me Ibrahimin alayhis salam me vepra. Qaben na ndërtoi Ibrahimi alayhis salam me birin e tij Ismailin. Saji me Safas dhe Merves ka të bëjë me Haxherën dhe djalin e Ibrahimit Ismailin gjithashtu. Uji i Zemzemit
ka të bëjë me Ibrahimin, pra me djalin e Ibrahimit, me Ismailin, alayhim salatu wassalam. Kur vim me gjujt gurët, e njëjta gjë. Pra lidhja jon me Ibrahimin alayhi salatu wassalam nuk është lidhje foliore. Për këtë arsye tha Zoti xhalla xhelalu në Kur'an, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa lam yakun min al-mushrikin. Ibrahimi nuk ishte as hebre, as i krishter, po ishte me besimin e pastër musliman, sepse gjithë pejgamberët kanë ardhur si musliman në tokë, që do thotë njësues të Zotit, adhurues Zotit dhe distancues dhe të distancuar nga idhujtaria dhe idhujtarët. Momenti i tretë është fakti që adhurimi i haxhit i lidh fort besimtarët me Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe rëndësinë e pasimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ai tha li ta'khudhu anni manasikakum, që të merrni prej meje adhurimet e haxhit në detaj. Për këtë arsye çdo gjë që e bëjnë haxhit në haxhin e tyre e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe se nuk kanë veprimet e haxhit diçka që ka ardhur nga njerëzit. Çdo gjë është e transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye adhurimi i haxhit është një adhurim i pastër nga çdo lloj, le të themi, njollë që mund të ngjizë dikush se ka të bëjë me paganizmin, rrotullimin rreth Qabes, ata njerëzit puthin gurin, kapin gurin, nuk ka lidhje. Kjo është fe dhe adhurim për Allahun që e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Si tha Umeri radhiyallahu anhu, pasha Zotin tha, mos kisha parë pejgamberin alayhi salam që ty të puthte si gur, kur nuk do të puthsha. Po unë e bëj si adhurim për Zotin, se e di që ti je një cop guri që s'bën as dëm, as dobiz. Prej teje s'vjen as e mira as e keqja. Po thjesht e bëj si adhurim për Allahun xhel xhelalu. Kështu që nuk mund thot njëri për shembull, musliman të adhurojnë tokën. Po pse? Se kur falen bin me ballë në tokë. Çfarë lidhje ka? Rënja me ballë në tokë është normë prej normëve të adhurimit të Zotit dhe s'ka lidhje me tokën apo me adhurimin e tokës. E njëjta gjë edhe në haxh guri i zi apo gjujtja e gurëve atje e kështu me radhë. Mësimi i katërt është se njerëzit tek Zoti janë gjithë njësoj, të barabartë. Lumë për atë një që ja kalon tjetrit me vepra të mira. Nuk ja kalon tjetrit tek Zoti me pallate, as me makinë, as me asgjë. Nëse do të ja kalosh dikujt, ja kalon me vepra të mira dhe mbaroi historia. E ati njerëzit janë gjithë njësoj, kur i shem pamjet jashtme. Mirë po dikush mund të jetë shumë lart tek Zoti, e njerëzit aty nuk e njohin dhe nuk e dinë. Dhe kështu është jeta. Allahu i ka fsheh sekretet. Lumë për atë njeri që ditë garoj dhe të konkuroj në vepra dhe në punë të mira. Haxhi na mëson se një ditë siç mblidhemi atje, do të mblidhemi dhe do të dalim përpara Zotit. Ashtu siç atje nuk ke gjë se si të dallohesh nga tjetri, përveç se zemrës dhe shpirtit dhe veprave të mira, po kështu edhe atë ditë kur do dalim para Zotit, nuk kemi se me çfarë të dallohemi. Illa men ata Allah bi qalbin selim, përveç sa atij që i vjen Allahut me zemër të pastër, të shëndetshme dhe vepra të mira. Haxhi na jep një mësim të rëndësishëm o vëllezër, kur i gjuhet gurëve. Sikur i thotë i madhi Zot muslimanëve, o musliman, ju jeni vëllezër të njëri tjetrit, pavarësisht mendimeve, pavarësisht mëdhëbeve, pavarësisht se si keni ndarjet. Dijeni o musliman, se armiku juaj i vetëm dhe i vërtet është shejtani. Prej atij vjen gjithë e keqja. Mos e hapni derën shejtanit. Nëse ka diçka që duhet me pas mëri ndaj tij dhe duhet me i shpall luftë, ai është djalli, është shejtani mallkuar, jo njëri tjetrit. Pse mendon kështu, pse thot kështu? I ngriti apo i uli durët? E lujti apo se lujti kishtin? Tha këtë apo mendoi atë? Haxhi na mëson se armiku jon i vërtetë është shejtani. Inna ash-shaytana lakum aduwwun mubin. Shejtani është armik i hapur.
Dhe se mjaft më jeni të ndarë dhe të përçarë, dhe se s'ka nevojë më u marrë me gjërat cilat e shtojnë këtë ndarje dhe këtë përçarje. Dhe mësimi i fundit për këtë hutbë të parë që neve na jep haxhi është adhurimi i Zotit dhe përkushtimi i Tij. Nëse nuk ka edukatën, nuk ka vlerë. Si thua more? Po more po. Allahu xhalla xhelalu kur flet për haxhin në Kur'an, çfarë tha? El hajju ashrun ma'lumat, faman farada fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nuk ka shprehje të pahishme gjatë haxhit, nuk bën të bësh debat gjatë haxhit, që do thot etika dhe edukata në jetën tonë duhet jetë faktor i qëndësishëm. Një musliman i mirë, përveç se dallohet me adhurimin dhe përkushtimin e tij ndaj Zotit, dallohet me edukatën, me sjelljen, me kodin e tij etik të besimtarit në mesin e shoqërisë ku ai jeton. Haxhi na mëson se jeta e ahiretit është e vërteta dhe se kjo botë është sfidë dhe sprovë. Megjithatë, nuk përjashtohet fakti që njeriu të përjetojë të mirat e Zotit në këtë botë në halal. Muslimanët kur janë në Qabe, mes qoshes Jemenit dhe qoshes së Gurit Zi, pra këndit të Jemenit dhe këndit të Gurit Zi, luten duke thënë: Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, o Zot, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër, e na ruaj nga zjarri i xhenemit. Të mira në këtë botë, pse jo? Kul men harrama zinat Allah allati akhrajaha li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Thuaj, kush i ndalon të mirat e Zotit dhe bekimet e Tij që kanë nxjerr prej halalit për besimtarët dhe për besimtarët. Kështu që ne me të vërtetë synojmë dhe e kemi qëllim botën tjetër, po kjo nuk do të thotë që ne të vuajmë apo të robtohemi nëse i kemi kushtet dhe mundësitë brenda halalit në jetën e kësaj bote. E për ta mbyllur me mësimin e fundit që na jep haxhi, pavarësisht se është thënë në hadithe se kush kthehet nga haxhi i suksesshëm, kthehet si dita që e ka lindur nëna e tij. Pavarësisht se thuhet në hadith se haxhi i suksesshëm nuk ka shpërblim tjetër përveç se xhenetin, e të tjera mirësi dhe bekime që ka haxhi i pranuar, ka vetëm një problem të vogël fare: haku i njerëzve. Jo një haxh me bo, jo 2, jo 5, sikur vit për vit me shku njeriu në haxh, haku i tjetrit, djersa e tjetrit, parja e tjetrit. Nuk ta fal as haxhi, as umeja, as sikur me net njeriu 24 orë në Qabe duke adhuruar Allahun xhalla xhelalu. Kujdes me hakun e tjetrit. Kujdes me dinjitetin e tjetrit. Kujdes me nderin e tjetrit, kujdes me pasurinë e tjetrit. Vallahi billahi, pasha Zotin, nuk ka haxh që e shlyn dhe e pastron. Prandaj me qenë të kujdesshëm. Pejgamberi alayhi salatu selam thot, kur njeriu që bën haxhin thot për herë të parë: Lebejk Allahumma lebejk. Po të përgjigjem, o Allah, po të përgjigjem. Pejgamberi alayhi salam tha: nëse ai vjen me pasuni halal, Zoti ja kthen dhe i thot: Lebejka abdi wa sa'dejk. Edhe unë të përgjigjem ty, o robi im, dhe do të lumturoj. E nëse njeriu thot:
lebejk, Allahume lebejk, dhe është nis me haram, i thot Zoti i madh, sot na ruaj, la lebejke wala sa'dejk, as përgjigje, as lumturim.